Gjykata kushtetuese është mbledhur këtë të hënë për të marrë vendimin lidhur me ankimimin e Erion Veliajt kundër vendimit të Këshillit të Ministrave për shkarkimin nga detyra si kryetari i Bashkisë Tiranë. Biseda dhe vendimarrja është orientuar aktivisht nga Sokol Sadushi në favor të Erion Veliajt. Sokol Sadushi me gjykatën kushtetuese ka edhe një llogari tjetër të hapur për emërimin e antarit zëvendësues që do të marrë mandatin e Elsa Toskës. Elsa Toska u nxit të dorëhiqej nga Sokol Sadushi pasi ai i siguroi një vend si pedagoge në shkollën e magjistraturës. Në ndërgjimin e Sokol Sadushit u bë edhe shkurtimi antikushtetues i mandatit të Holta Zaçajt. Vetëm më pas antarët e tjerë u detyruan që pasi ja shkurtuan mandatin Holta Zaçajt të shkurtonin edhe të gjitha mandatet e veta, duke bërë të mundur edhe largimin e Sonila Bejtës. A paguhet Sokol Sadushi nga avokatët e Erion Veliajt për të ushtruar ndikim të kundraligjshëm mbi vendimarrjen e gjykatës kushtetuese. Sokol Sadushi pak ditë më parë akuzoi Naureda Llagamin se po zgjidhte gjykatë sipas parimit të Forum Shopping. Por Erion Veliaj ka bërë 100% Forum Shopping kur trokiti në dyert e gjykatës kushtetuese dhe jo aty ku i takonte tek gjykata administrative. A ka këshilluar Sokol Sadushi privatisht një palë ndërgjyqëse?